Atëherë sot në emër të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç kemi paralajmëruar ditë më parë, kemi dorëzuar 17 kallëzime penale kundër ish kryeministrit, në fakt, zotit Albin Kurti dhe ish ministrave të kabinetit të tij, duke përfshirë këtu edhe një ish zëvendësministre. Të gjithë këta të zgjedhur deputet dhe të certifikuar sipas rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror Zgjedhor me datën 27 mars. Ne konsiderojmë dhe besojmë që nga data 27 mars, këta janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit për qeverinë, ligj ky i hartuar dhe i miratuar nga votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në mandatin e kaluar, pikërisht në vitin 2022. Duke qenë se prej datës e certifikimit edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive, duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendimet të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës e Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale. Andaj edhe kemi dorëzuar këto kallëzime penale. Dëgjoni, neni 26 i ligjit për qeverinë thotë që antari i qeverisë në detyrë, po e potencoj, antari i qeverisë në detyrë, në rast se zgjedhet deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqje një ditë para datës së certifikimit. Këta kanë thënë që kanë dhënë dorëheqje, ndërkohë që vazhdojnë, domethënë, të qëndrojnë në zyra dhe të marrin vendime. Këto janë shkelje. Ne për të hartuar këto 17, domethënë grupi juristave të LDK-s, i koordinuar nga zonja Xhelili këtu, kanë kërkuar qasje në dokumenta. Prej disa ministrave kemi marrur, disa të tjerë nuk na kanë dhënë qasje, po me ato informata që kemi pas, ne sot ju kemi drejtuar prokurisë speciale. Tani është në dorën e prokurisë që të kenë, domethënë, të kërkojnë qasje në vendime të tjera. Mirë po vetë qëndrimi i tyre në institucione, vazhdimi i tyre, mbajtja e mbledhjeve, shfrytëzimi i resurseve, i zyrave, i veturave zyrtare dhe të tjera, të gjitha këto janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe gjithashtu nenin 414 të kodit të procedurës penale. Zonja Bajrami, a merr një pjesë në një takim thirrur nga presidentja konsultativ, siç e kërkoi PDK-ja atje? Ne e kemi vendos këtë propozim në tavolinë, natyrisht që jemi të hapur, që të jemi prezent në takime të tilla për të nxjerrur domethënë vendin nga gërçi institucional i cili do të jetë. Tani më lejoni t'ju them që krejt varet se për çfarë ftohet takimi dhe çfarë qëllimi do të ketë, domethënë nuk mund të jap përgjigje në pyetje hipotetike, po ka qenë propozimi ynë që të gjitha partitë parlamentare të mblidhen dikun për t'i dhënë zgjidhje ngërçit politik. Nuk e kemi bë për protagonizëm, sepse t'ju them të drejtën, nuk na ka taku edhe si partia e tretë, e kemi bë thjesht për shkak të përgjegjësisë që marrim, për shkak të votuesve tanë, po edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të nxjerrim vendin, t'japim një opsion për të nxjerrë vendin nga gërshi institucional në cilin e ka futur lëvizja vetëvendosje. Bajrami, si përgjigjni këtyre arsyetimeve të lëvizjes vetëvendosje që vendi nuk mund të ketë faqe Ne kemi thënë nga dita parë që vendi nuk duhet, sa i përket ne kemi pasur, unë personalisht kam qenë pjesë e disa kabineteve qeveritare, unë kam qenë ministre e cila kam dhënë dorëheqje dhe mandej kam shkuar kam bë betimin. Në atë kohë nuk ka pas ligj të qeverisë, ka pas një rregullore e cila nuk na ka detyruar që të bëjmë, domethënë, dorëheqjen një ditë para certifikimit. Tash është pikërisht ligji i këtyre. Vendi nuk kish me mbet pa qeveri, sepse ka qenë opsioni që ministrat, nëse kanë dashur me vazhdu punën e ministrave, mos me u certifiku, me kërku, domethënë, ose mos me u betu. Edhe tjetra, këta thjesht kanë mujt me lanë këtë detyrë tek zavendësat e tyre, sepse ju e dini edhe ashtu që qeveria në detyrë dhe qeveria në dorëheqje, sipas ligjit mbi qeverinë, ka kompetenca të kufizuar. Tash ne do na marr kohë.